Kreu i Aloizit në Lezhë i ka kërkuar të gjithë qytetarëve që kanë kryer ndërtime pa leje të bëjnë vetë deklarimet, pasi kjo është e vetmja mënyrë për ta mbrojtur investimin e tyre. Thirrja ime ligjore në këtë rast dhe qytetare do të ishte që gjithkush që ka ndërtuar në këto vite, por që nuk ka deklaruar, nuk ka dosje në zyrat e Aloizmit, do të jetë në interes qytetarëve që ato të vinë pranë zyrave tona të deklarojnë ndërtimet e tyre, qoftë këto shtesa objekte, shtesa kati apo shtesa tjera. Pronarët e tokave në Lezhë janë kthyer në një pengesë për ndërtimin e shëtitores në Lumindrin. Kjo ka detyruar bashkinë e këtij qyteti të ulë në tryezë të gjithë aktorët e përfshirë në ndërtimin e shëtitores, duke kërkuar gjetjen e një zgjidhje sa më të shpejtë për kalimin e kësaj situate dhe vijimin e investimit. Po marrim të dhëna nga zyra e registrimit pasurisë për çmimin e referencës së tokës edhe trojeve në Lezhë, për të përcaktuar pastaj sa është detyrimi shtetëror për shpronësim për pronarët që janë të ligjshëm. Besoj që në një periudhë të shkurtër, për disa ditë, ne bëjmë këtë evidentim edhe fillojmë procedurën për të kërkuar Ministrisë Përkatëse edhe qeverisë shpronësimin e këtyre pronarëve. Ndërkohë që kreu i komunës së Shëngjinit në qarkun e Lezhës po përballet me një tjetër procedim penal. Pas mbytyjes së 2 personave është ngritur procedim penal për kreun e komunës Salvador Kaçaj me akuzën e shpërdorimit të detyrës. Kaçaj nuk ka zbatuar vendimin e Këshillit të Ministrave për sigurinë në plazh, që është detyrë e pushtetit vendor, dhe nuk janë marrë masa siç duhet për sigurinë e pushuesve gjatë sezonit turistik të këtij viti.